Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të shkojmë në Davos të Zvicrës, ku do të flasim me kolegun ton dhe gazetarin e mirënjohur Nefail Maliqi, kryeredaktor i gazetës Le Canton 27 në Zvicër, me cilin do të bisedojmë rreth forumit të Davosit atje, dhe sepse kryeministri Edi Rama nuk ishte i pranishëm në këtë forum, ndërkohë që ishte presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila zhvilloi dhe një takim me presidentin Amerikan Donald Trump, ku nënshkroi dhe antarësimin në bordin e paqes. Zoti Maliqi, përshëndetje. Përshëndetje kolegi nderuar Bardhe, përshëndetje nga Davosi i Zvicrës. Zoti Maliqi, çfarë prodhoi më saktë takimi mes Vjosa Osmanit dhe presidenti Amerikan Donald Trump, edhe pse ajo e ka dhënë një përgjigje deri diku për këtë? Po, takimi i fundit i presidentës së Kosovës Vjosa Osmani në Davos me presidentin Amerikan, që bëri buj jo vetëm në mediat të Ballkanit, por edhe në ato ndërkombëtare, mund thuhet se Kosovës i ka rarë shiun kallamoç, si themin tek ne. Dhe jo vetëm Kosovës, por edhe shqiptarëve në Ballkan, nga Gjirokastër Kadares deri në Lugin në Preshevës të Xhemxhemës, një veprimtar i shquar në Amerikë, i cili ka hapur dyert e shqiptarëve në shtëpinë e bardhë. Sot, pra, në ditën e fundit të sesionit të 56 të samitit botror këtu në Davos, në zemër të Alpeve të Zvicrës, për 5 ditë rresht të bojë elitën e krerëve të shteteve dhe qeverive nga mbar bota për të diskutuar gjëra gjatë me temën një frym dialogu. Si vjet mund themi se ishte thyer rekordi në Davos, me që morën pjesë mbi 3000 pjesëmarrës, sigurisht për shkak prezencës së njeriu presidentit më të fuqishëm në botë, zoti Trump. Dje pas 4 dite pune të këtij samiti botror, është aktivizuar bordi i paqes, siç e thatë edhe ju, edhe nga më shumë se 20 vende botrore, aty edhe Kosova, por Shqipëria fatkeqësisht nuk ishte pjesëmarrëse. Sipas Trump, ky bord është një ndër organet më të rëndësishme dhe një hap historik. Osmani dje në Davos e pam krah për krah me presidentin Trump, çka Kosova u gjend mes shteteve nënshkruese të kartës së bordit të paqes. Republikës Kosovës, që dje është bërë tashmë nënshkruese e bordit të paqes, një mekanizëm ndërkombëtar i themeluar me iniciativën e presidentit Amerikan Donald Trump, me synim të rindërtimit dhe stabilizimit të Gazës pas luftës 2 vjeçare në rajon. Bile, sipas burimeve të mia nga Washingtoni, por edhe nga vende tjera nike të SBA-ve, ky nuk është fjala vetëm se rindërtimin e Gazës, por i paqes ky bord i paqes do të vlej, do të përfshijë, do të jetë gjithë përfshirës edhe për gjitha vata tjera në botë krizave deri në Ballkan, sepse edhe Ballkani është, si themi, është jo stabil për shkak provokimit të një herpaseshme të Serbisë. Duke mbetur te pjesa e takimit të presidentes Vjosa Osmani me presidentin Donald Trump, u pasi një raport, po themi, përforcuar mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, ndërkohë Shqipëria dhe vetë kryeministri Edi Rama nuk kishte i pranishëm në këtë takim për të firmosur për bordin e paqes, për të qenë antar, ashtu siç u reflektua edhe në ftesën e Trumpit. Nga ana e tij kryeministri Edi Rama dha përgjigje dje në parlament, ku tha që zgjodhi vajzën e Trumpit dhe jo takimin me vetë Trumpin për të qenë i pranishëm në Zvicër. Ju si mendoni, cilat kanë qenë arsyet konkrete që Edi Rama nuk mori pjesë në këtë takim? Po, Bardhe, këtu gjendet në Davos, domethënë gjendet edhe kreu i shtetit të Republikës Kosovës në krye me kryeministrin shqiptar Albin Kurti, që sot dje në fakt ju bashkua presidentja Vjosa Osmani, pastaj këtu gjendet edhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë Veriore Bekim Sali, për Edi Ramën në bërë shumë zhurmë, jo s'po vjen, dhe më në fund abstenoj, që sigurisht për shkaqe tash të njëra që ai kishte kritikuar e fyer viteve të fundit me batuta ndaj presidentit Amerikan, dhe si duket s'ka guxu ose nuk ka pas fytyrë me dalë para syve. Por koincidenca e vizitës së vajzës së presidentit Amerikan Ivanka Trump në Tiranë ishte një alibi për Edi Ramën që të mbrohet dhe të justifikon abstenimin e tij në këtë samit botror, me shumë rëndësi për paqe në glob. Fundit, vizita e vajzës së Trump
në vlorë ashtu kështu, do të ndodhte hëp me ramën, hëp a ramën për një investim të madh në ishullin e Sazanit. Për mua personalisht ka më shumë peshë që flamuri jon kuqëzi të valoj në një summit botror, i cili si vjet nuk ishte, se sa fotografia me Ivankën në vlorë, sepse shuminati ishte me pa flamurin e Serbisë në Davos e jo flamurin tonë kuqëzi. Kur është fjala për Shqipërinë, megjithatë presidenti amerikan e ftoi këtë vend të shqiponjeve të jetë pjesë e bordit të paqes, që më pas ju bashkangjitet edhe Kosova, por fatkeqësisht Shqipëria nuk mori pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes për bordin e paqes, çka po shihet qartë se kush është pro-amerikan e kush jo. Me bordin e paqes, në një farë mënyre po testohet disa vende botërore se kush janë pro-amerikan dhe për paqe. Pra ju mendoni se batutat e Edi Ramës, ato të bëra së fundmi, por edhe vite më parë kur ai deklaronte se presidenti amerikan Donald Trump është një e keqe e njerëzimit, pra që mund ta dëmtojë njerëzimin, por edhe raportet mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë, ndërkohë batutat e tjera që kanë shoqëruar me kalimin e viteve kundrejt Trumpit, ju mendoni se kanë pasur atë ndikimin e tyre që Trumpi të mos e kishte të pranishëm tavolinë që të firmoste antarësimin në bordin e paqes? Natyrisht, Bardhi, ne jemi miq, ne jemi kolegë. Nëse ti më fyet, më shan, apo gjitha të zezat mi bën, nëse më fton në një dasme ose më sapir, sigurisht se nuk do të vi. Dhe ketë normale kjo është. Jo vetëm kjo, por edhe Edi Rama një dosje nuk e ka aq të pastë me korrupsion, siç e di në aferën në Amerikë. Po, dosja me Gonigal, po. Po, edhe shumë gjërat aty janë grumbullu. Dhe kështu që edhe nuk ka qenë edhe vetë Rama e ka pas sas që shtonte na sa është sahati, sa është ora. Dhe kështu që vetë ka abstenu qëllimisht. Dhe edhe pritja e vajzës së Trumpit ishte e zbeht, pavarësisht nga forcat, por ato nuk u pa asnjë fotografi ulur, si ka hije, sa ashtu ne jemi mësuar, Edi Ramën t'i pres njerëzin në gojz, t'i përqafoj, t'i puthë, ato si ka ato të vetat, sigur me Melonin, por kjo Ivanka është një personalitet sa duket është më serioze, më spikatur, dhe fundit ajo ka ardhur për ta zhvilluar vendin tonë Shqipërinë, dhe jo aq edhe për Ramën. Në këtë rast me takimin e Ivanka Trumpit, por nga ana tjetër edhe me mungesën e tij në Zvicër, në çfarë pozicioni gjendet Edi Rama në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës a i kanë harruar apo anashkaluar po themi dosjen e Charles McGonigal, por nga ana tjetër edhe një lidhje indirekte të Edi Ramës, i cili ka pritur në zyrë një nga eksponentët që kishte raportet caktuara me kartelin Sinaloa, siç ishte Luftar Hysaj, dhe që më pas u shpall non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Natyrisht aty ka diçka, si thonë në një fjalë, pa hëngër hudhra nuk vjen era gojës. Edhe këtu, edhe këto marrëdhënie nuk janë si dikur të Trumpit dhe të Shqipërisë, të SBA-ve me Shqipërinë. Janë të ngrira, janë të ftohura. Nuk e mbaj mend kur ka qenë në Washington në Rama. Pastaj unë pak dyshoj në abstenimin e Melonit, sepse duket se Edi Rama ka pas Melonin si seksere, si mediatore, që ta nxis Trumpin që ta ftoj. Dhe abstenimi i saj duket se i ka cakruar, duket ka pas një ftofje mes edhe Melonit edhe Trump, pse nuk ma ftove, për shemb, nëse këtu nuk janë as zyrtare, po sipas mendimit tim, pse nuk ma ftove mikun tim që më binte në gjunjë në Tiranë. Dhe edhe kjo mund të gjëndroj. Por sidoqoftë, besoj se Amerika bashkëpunon më shumë me Shqipërinë se sa ka interesim me personalitetet të cilat tashmë janë futur në korrupsion deri në fytyrë. Pikërisht. Në këtë rast, Ivanka Trump a mund të shërbesi një varg shpëtimi për vetë Edi Ramën në raport me presidentin amerikan Donald Trump, apo këtu kemi të bëjmë thjesht me çështje biznesi dhe sa i përket raporteve institucionale, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë komplet qasje tjetër? Nuk besoj se kjo vizitë e Ivanka Trumpi bën hajër, i shërben
Edi Ramës apo zbutjes së relacione mes Rama Trump. Si që pas disa video shumë të trubullta kanë të incizuara dhe edhe ne gazetari themi incizime të vjedhura ose diskrete, sepse bashkë me pasqen miqësore ishin ulur në tavolinë, kishin biseduar, e kishte përqafuar, ja kishte dhënë dorën, po fotografi të tilla kanë munguar që më duket se vetë zonja Ivanka ka thënë keni kujdes, unë nuk dua të fotografohem me askën aq më tepër me radhë, sepse nesër me ti nuk dihet. Që mund të jetë? Të shohim ne të bëjmë, si themi në Shqipëri. A rrezikon në aspektin penal juridik kryeministri Edi Rama në raport me akuzën që është i dyshuar në dosjen Charles Megonigal, pra që ka korruptuar këtë ish agent të FBI-s? Thënë të drejtën, bardhe unë këtë dosjen e tij edhe aq nuk e kam ndjek edhe nuk jam aq diçka të them, se nuk jam as avokat as prokuror. Kjo është çështje e prokurore më shumti. Ne si gazetar mund të flasim, do shta dikun ja qillojmë, dikun s'ja qillojmë. E drejt. Zoti Maliqi, të ndalemi pak sërish te forumi i Davosit. A mendoni se me iniciativën e presidentit amerikan Donald Trump duke krijuar bordin e paqes, po zëvendësohet OKB-ja dhe po hym drejt një rendi të ri botror? Po, bardhe, e kam përshtypjen se ky bord i paqes mund të jetë një paralele OKB-s. Edhe pse Trump e tha se nuk e ka ndërmend të dëmtojë OKB-n. Por këto dyshime shtohen më shumë kur para një muaji, 3 javë ashtu, presidenti Trump tërhoqi ndihma financiare nga 65 organizata. Pjesa dërmuese e tyre ishin të OKB-s, ha? Kështu që OKB-ja vitet e fundit, sidomos nga fillimi i luftës në Kosovë, ka humbur imazhin e saj, por të mos thënë ka dështuar. Unë në OKB jam si gazetar nga viti 1990. Dhe më kujtohet si sot para 30 vite zhvardi, kur hyra në OKB si korrespondent për media tona, në botë kishim vetëm 50 konflikte, luftra, kurse sot kemi mbi 100 sosh. Atë shtrohet pyetja, cili është roli i OKB-s? Dhe nëse themi OKB, do me thonë Organizata e Kombeve të Bashkuara. Çfarë kombeve të bashkuara? Këto kombe po bëhen copa, luftra, s'pak mbi 100, siç e thash. Dhe kështu që forumi si vjen ekonomi botror në Davos për herë të parë, u bajt pa flamur kuqeze, por megjithatë ishte një lider shqiptar me një fjalë, me një flamur, me ngjyra të tjera që shtetin më të ri të Evropës në këtë summit e përfaqësoi në mënyrë të denjtë shqiptarët në Ballkan në summitin botror në Davos, sidomos kur tha se në Kosovë dhe Shqipëri jemi dy shtete aktualisht të ndara, që jemi një komb e që flasim një gjuhë. Pra kryeministri, unë fjale për kryeministrin shqiptar Albin Kurti në Davos, kur tha se Serbia më mirë se kur më herët e ka kuptuar se Kosova është shtet, edhe pse vazhdon ta refuzojë njohjen. Aty me një tribun ushtru një pyetje rreth, e bën një krahasim, një komparacion mes Moldavisë dhe rrezikun e rus dhe me Kosovën. Këtu Kurti tha shumë qartë, situata nuk është e njëjtë për Kosovën dhe Serbinë, pasi nuk ekziston një kanton serb që kërcënon sovranitetin. Sipas tij në Kosovë një gjë e tillë mund të kishte pasur rëndësi në pjesën veriore, 5 apo 10 vite më herët më parë, por tani kjo nuk ekziston më. Kryeministri shqiptar Kurti në Davos nga një sër takime është ka folur edhe për diskriminimin e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Do shtuar se lidhjet me Davosin dhe shqiptarët nuk janë të reja, bardhe. Ato datojnë edhe më herët, nga viti 2008, kur për herë të parë në dyert e këtij forumi ekonomik botror i hapi lideri shqiptar Sali Berisha, i cili kishte kërkuar njohjen e pavarësisë Kosovës dhe antarësimit e Shqipërisë në NATO, çka ashtu edhe ndodhi. Në anën tjetër, në Davos, përveç shqiptarëve, ishte edhe presidenti serb, që ishte më shumë fizikisht. Dhe dëgjova një deklaratë xherarake presidentit Vučić, i cili pas ka thënë se jam gati të përkujdesem apo të kontrolloj Ballkanin. Dhe ta shtrohet të kontrolloj Ballkanin kur nuk është i Zotit ta kontrolloj shtëpinë e vet. E po do me kontrollu kumshit. Ai ka probleme me serbët e vet në Serbi, me protesta maratonike të studentëve, jo vetëm kaq, por ka probleme edhe me shqiptarët në luginën e Preshevës, të cilët janë viktimë.
diskriminimit të regjimit të Vučićit, për çka Brukseli dhe Washingtoni kanë ngritur vazhdimisht zërin duke reaguar të ndalë këto politika antishqiptare. Madje Vučić në Davos e tha se jam veteran i Forumit Ekonomik Botëror, me që pas ka qenër, pas ka ndjekur ai 12 vite këtë forum. Nëse ai qenë ka veteran, atëherë unë qenë kam super veteran, që kam ndjek që 20 vite këtë summit botëror. Zoti Maliqi, dhe i pyetje fundit, a mendoni se tashmë Kosova është një pikë referimi në Ballkanin Perëndimor në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u nisur nga raportet që kemi parë mes presidentes Vjosa Osmani dhe presidentit amerikan Donald Trump? Normal, sepse takimi i djeshëm i presidentes së Republikës Kosovës zonjës Vjosa Osmani me presidentin amerikan Donald Trump dëshmoi, përfaqësoi, intensifikoi edhe më shumë këto raporte, sepse shumë anketa ndërkombëtare janë bërë si populli shqiptar është aliati më i fuqishëm i amerikanëve. Po dëgjoj disa po kritikojnë Amerikën me këtë bordin e paqes, por mos harroni se sikur mos kishte qenë Amerika sot Kosovën do ta kishim ende pjesë të Serbisë. Jemi dëshmitar se SHBA, pa bekimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, bombarduan Serbinë vitin 1999 për ta ndalur krimin dhe masakrat, genocidin dhe çfarosjen e popullit shqiptar. Ju e dini çfarë ndodhi në vitin 1999 kur Amerika bombardoi Serbinë edhe pa bekimin e OKB-s. Pra, por evropianët dhe OKB-n ne nuk do të kishim sot pavarësinë e Kosovës bardhi. Po falë që sa Amerike, sot kemi lirinë dhe shtetin tonë. Kuptohet me kontributin e Rogovës, UÇK-s dhe liderëve tjerë deri tek Albin Kurti me sovranitetin. Dhe kjo për fund do thoja për fund se shpesh na shqiptar bojmë be pasha Zotin, pasha Allahin, pasha Kur'anin, pasha Biblën, po do të ishte mirë të futet edhe kjo pasha Amerikën, nuk është keq, bardhë. Se ne ka shkutuar. Zoti Maliqi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit edhe juve dhe me respekt dhe miru pafshim dhe gëzuar vitin e ri, inshallah shkon kështu si ka nisë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.